Mjetet taksi dhe autobusët interurban dhe të linjave ndërkombëtare do të vendosen në lagjen 11 janari në hyrje të qytetit të Vlorës, pranë zonës së paraburgimit. Për këtë qëllim, në dëgjesën publike të organizuar nga Bashkia e Vlorës, ishin edhe taksistët që ushtrojnë aktivitetin e tyre në këto linja, duke shfrytzuar pjesëmarrjen në këtë takim të kryetares së Bashkisë Brunilda Mersini, si dhe të drejtuesit të sektorit të policisë rrugore në qarkun Vlorë, kryekomisar Bledar Metaj. Ata kanë ngritur një sër problematikash, mes tyre edhe konkurrencën e pandeshme. Ata thonë se me vendodhjen e re, ku pritet të përqendrohen, nëse nuk do të luftohet pirateria, do të falimentojnë. Te rrugë spitalit ne gëzuam kur atëherë u hoqi ajo mesorja sepse të zihesh fryma. Vajtëm vendosën ata blloqe dhe shqyr që është marrë ky veni po do të shtoj që duhet të jetë një tabelë që të presin paktën veturat të zbresin nga një pjesë nga Karabashi, ai që ka punë për të vajtur te fabrika e tullave, s'ka pse kalon kësaj rruge dhe rrugës së re edhe të dalë te fabrika e tullave, që mund të kalojë andaj, të zbus trafikun te rruga e spitalit, që bëj problem sepse janë prerë të gjitha nyjet që e shkakonin trafikun. Absolutisht nuk kemi kundërshtim me takat e verbët, sepse është njësoj si puna jonë. Taksi e punon taksi, autobusi autobus, ka punon gjithë autobusën. Me biletën tonë gjithë. Na mirë nga çojë dhe bus benzin. Falim me komplet. Se këtu, sidomos në zonë pirateria, si zonë, nuk i që ta shpjegoj, po ne operojmë prej 4 vetash pash, edhe si drejtuesi i kësaj jam unë. Është e pamundur që të paguajmë dot detyrimet, nuk ndjerim dot lekët për të paguar detyrimet. Thjesht vetëm nga pirateria. Dhe shkojmë bëjmë një bisedë, kjo që po bëj unë, 1 milion gjobën, në Transbalkanike, pse ke ardhur këtu? 260.000 gjobën para 10 vitësh, pse je 5 minutave vonesë? Mi kaluan në sitë të gjitha vetrat, çfarë të bëja? Edhe presion, jenë në kamerë, po mos reago, çfarë duhet të bëjmë ne? Tani na merrni ju, na çoni ku thoni, ne nuk ne ta mbyllëm punën. Nëse nuk na mbroni, po të na mbroni jemi në rregull. Në kanë nga dërva, mora që i sanon për të përgjit, mora për të cilë Nuk të jap do të shpjegime për 129, nuk të jap dhe numrin tim, ty dhe nëse s'të përgjigje mund të 129. Po shumë mirë. Ku adresove ti? Ku adresove ti? Po ku ja se unë jam shefi i policisë rrugore, Dakor, do merreni numrin tim të telefonit dhe për çdo shqetësim, nëse s'ju përgjigjet, po nuk ka shanse të mos përgjigjet 129. Shefi i sektorit të policisë rrugore në qarkun e Vlorës, kryekomisar Bledar Metaj, ofroi bashkëpunim dhe luftë ndaj konkurrencës së pandershme. Se dëgjova zotrin unë që kam marrë një gjobë, unë e kam takuar atë zotrin para në një javë edhe kam diskutuar dhe e kemi lënë që të mblidhemi një ditë për gjithë shqetësimet që kanë si subjektet 4+1, si linjat interurbane, linjat e fshatrave, të gjithë problematikën që ju keni. Ne jemi duke operuar me një plan masash, kemi një muaj që kemi filluar, që dalim me itinerare, me orare të caktuara, për këtë fenomenin e taksive pirate. Tashi, bashkëpunimin nga ne e keni, nuk i mungon asnjë. Unë jam në dispozicion të bëjmë takim bashkë, po do të falem. Dakor, jemi në dispozicionin tuaj. Tashi, policia rrugore këtu në Vlorë ka shumë detyra të tjera që kryen. Përveç atyre janë edhe ky shqetësimi juaj që është shumë i rëndësishëm edhe për mua. Dhe unë e vlerësoj atë që ju thatë këtu sot, dhe unë jam në mbështetjen tuaj. Unë nuk kam pasur takime nga ju personal përveç atij të zotrisë dhe atij problemi, dhe i kam thënë që do ta zgjidh. Dhe jemi duke punuar. Unë kam gati një javë që kam përgatitur një plan masash që po dalin për ditë. Tash shqetësime ka, po të edhe tash ky fenomeni taksive pirate është ndër botën. Për sistemin e trafikut, çlirimin e tij nga kaosi në rrugët e qytetit, por dhe për të ulur numrin e aksidenteve, Bashkia e Vlorës ka vendosur përcaktimin e një vendodhjeje si pikë për nisjen dhe mbërritjen e autobusëve të transportit interurban dhe ndërkombëtar në hyrje të qytetit.